nuk i komentojmë dëshirat e deputetit Kurti. Ne nuk mund të suspendojmë demokracinë, fatkeqësisht nuk kemi asgjë të re për të thënë. Nga këto, me qenë se po e kemi të pamundur të flasim nga foltorja e kuvendit, i bëjmë thirrje deputetit Kurti që të reflektoj, të zhbllokoj situatën në mënyrë që institucionet e Kosovës të konstituohen sa më shpejt. Partia Demokratike e Kosovës përgjatë gjithë kësaj periudhe ka qenë jashtëzakonisht e përgjegjshme dhe konstruktive dhe do të munduemi të bëjmë çdo gjë në funksion të zhbllokimit të gjendjes së rëndë të krijuar në kuvendin e Kosovës. Ne nuk i komentojmë dëshirat e deputetit Kurti. Ne e vlerësojmë realitetin politik që e kemi në kuvend. Nuk ka shumicë parlamentare. I bëjmë ftesë të reflektoj, të ndroj kandidatën dhe të ecim tutje. Faleminderit shumë. Dëgjoj, ne nuk mund të suspendojmë demokracinë për shkak të tekeve të zotit Kurti dhe ambicieve të zonjës Haxhiu.